A ka një projekt për Zvërnecin? Kryeministri thot akoma jo. Por gjithashtu ai ka pohuar publikisht se së paku 2 herë qeveria ka rrëzuar projekte paraprake. Gjithashtu Ivanka Trump ka pohuar se po punohet me një projekt, çka do të thotë se mes qeverisë dhe grupit investitor ka patur kontakte zyrtare. Kryeministri 2-3 ditë më parë foli për ngritjen e një rezorti nga Mandarinë Orientale apo Atlantis, cilat janë vetëm vende si Dubai apo Bahamas. Dhe këtu sigurisht ka një debat lidhur me transparencën, e cila spaku duhet ishte bërë më parë për një projekt i cili bëhet në një zonë delikate mjedisore, por dhe publikun i cili duhet ta di se çfarë ndodh në Zvërnec, shkon apo jo atje për të bërë plazh. Pasi në fundit bëhet fjalë për pasuri kombëtare, pavarësisht se kush i ka titujt e pronësisë. Por askush nuk ka folur deri tani nga qeveria mbi efektet ekonomike që do të kishte ky projekt. Nëse i besojmë shifrës së premtuar të investimeve, gati 4.5 miliard dollar dhe GDP-së kombëtare, duket se efekti, nëse projekti do të realizohet në 100%, do të jetë i ndjeshëm. 4 deri në 5% të prodhimit bruto të vendit do të sillte rritjet punësimit dhe të ardhurave. Për më tepër do të vendosë Shqipërinë në qendër të vëmendjes botërore. Veç saj do ta fuste në Shqipëri kulturën e munguar të punës, të turizmit, dhe sigurisht dhe sigurisë ligjore. Por këto janë vetëm disa nga efektet e këtij projekti të madh. Aq të madh sa duket shumë për kollëzjet tona. Dhe debati për pronësinë është pjesë e kësaj pafuqie të një shteti që pas 35 vjetësh ndryshim regjimi ende nuk ka iden se të kujt janë realisht pronat. Edhe në këtë zonë, ku dukshëm ka ardhur dhe vëmendja e familjes më të fuqishme të botës, pra familjes Trump. Dhe në këtë pikë debati thjeshtohet te pluset dhe minuset. Projekti Zvërnecit do të rrezikonte balancën ekologjike pasi në mungesën e shtetit, siç e vure spaku ditën e incidentit në 30 maj, gjithçka do të ishte në dorën apo mëshirën e investitorëve. Efekti i dytë do të ishte rreziku i kioskëzimit. Shumë investitorë do të kërkonin të ndërtonin rezorte të ngjashme, dhe nuk është se terreni nuk ofron mundësi nga Narta dhe deri në Darzez. Do të ishte e vështirë të kontrollohej sa kohë çështja është mes pronarëve të tokës dhe investitorëve, dhe shteti i cili duket se është jashtë loje. Pa futur këtu dhe interesa të tjera nga të veçuajturit homogjen greke, deri tek rreziku i një vetoje të Atinës në procesin e integrimit. Pra, pas një jave me protesta, me tërbim të rrjeteve sociale, me luftë hibride si thot Rama, me një drejtësi që duket se intereson më shumë të duket si Miss Albania, se sa të bëj punë e saj, a duhet ndërtuar apo jo projekti Zvërnecit? Për këto do flasim sonde në studio, por për më shumë për këto ju kemi pyetur juve në një sondazh ekskluziv realizuar nga Eduard Zaloshnja. Sigla.